Mirë mëngjesja njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni. Sot do ta kalojmë ditën së bashku këtu në fshatë, nga mëngjesi deri në darkë si e kalojmë një ditë në fshatë. Në radhë të parë do hapim flokët që i kemi bërë kështu që nga nata, se çdo gjë duhet të jetë bio në fshat, akoma edhe flokët mos i përvëllojmë. Ndaj i bëra me këtë rripin e robdishanit, e dini ta nuk e di si e thoni. Si edhe se kush më Eva po i flet mami, qa do ham për mëngjes tot. Për mëngjes mami do na përgatiti ca mbëlqi. Edhe tani mami po fletet gjitonja. Daleni ta hapun këtë, do më dali. Ja. Është herë e dytë që i bëj, herën e parë që i bëra më dolën shumë të bukura, po si fle unë. Mami po bëj video. Dalin tani ti shikoj se si më kanë dalë, prisni. Ti ulimi poshtë, ti hapim. Edhe, në qoftë se dëgjoni edhe muhabetet rreth, mami me gjiton të është që flasi. Edhe ky është floku se si delë kur i lidh me atë. Ndaj doja flok të gjatë, se është e vetmja mënyrë për t'i bërë, Shumë të bukur dolen. Ja. Tani do t'i ka punë, se do përgatit mëngjesin, do ndihmoj me punë, edhe nuk mund t'i mbaj ashtu flokët. Se që po kërkojnë, se që po i kërkon mamit. Edhe, jemi gati të fillojmë punët, jeni. Dhe babi që po bën punë mbi qati, ditë për ditë, bën punë. Eva do pastroj qepët tani, se për mëngjes do përgatitim mëlqi me qepë. Hajde moj, tani tëk. Po skuqen mëlqit tani një herë, edhe pasi të vlojnë pak mëlqit, do t'i hedhim qepët. Derisa të pinuin, thot Eva, pasaj do t'i hedhim vajin, edhe qepët që po pastron. Do skuqen pak me vaj, dhe pasaj do t'i hedhësh qepën, thuaj tamam njerëz. I ka unë se kam punë me mamin. Mami ti duhet ca ple për kopstrat, edhe do vemi të marrim ca ple tani. Do ta maju në karocën edhe lopatën. Qenë mushi ku është, po na pret. Që ben moshi je? Mirë je? Se më kaposh? Mami po lafoshet me qeni. Tani do mbushim pleun që ta marrim për kopshtra. Dalin, s'do ndihmoj mami. Të keqe ndoli dhe qenë gjivoçkëll. Ja të keshtë. Që ben mo? Shë mona ikësh? Jo mo, jo. O të kecën sa i mirë që je. E morëm edhe pleun. Ka akoma uj, ka, Ja, po flet mami. A ka uj, se fshatrat e Shqipërisë janë akoma pa uj me orar. E morëm edhe tani po e qojmë në shtëpi babi e mori se ne se qojmë të. Do ta hedhim këtu tek togu i plot që të mundemi ta kemi për në kopasht. Për domate, për çdo gjë. Që po llafoshet me kushërirën. Do vish moj të bësh gjallën se ele në mes. Po zjen me ç'i bëja? I pastrove qepët? I pastrova, pa ato nuk harretin. Kur të tha mami, jo, janë shumë the. I ke merr të tjera. Ku ti ke ja po? Ka poshtë. Këtu kemi qepët. Në qytet kur do qep vetë psonis. Këtu kur do qep vjen edhe i merr këteja. I preva të gjitha kështu. Dalin se më ranë. Ja të kja. Për ju akoma me fuqi që ta dini. Me këto të bëdhat. Njëherë hapër njëherë mbyllë. Pristi. Ja. E mbyllim këtu. Edhe fuqit për me ujë. Tani po pret qepët Eva, se mëlqit po thuaj se janë gati. Vaj u hodhe moj? Jo, tani të pinin qikujnë e du të e vaj. Po thuaj se janë gati. Mëlqit është një nga ushqimet të preferuara të mijat. Pëlqejnë shumë. Do t'i hedhim edhe vajnë ajo që nga uthu. Verë. Po hidhu dhe ca verë. E së gjim për para hidhja. Tani do t'i hedhim vajnë pasi hodhëm edhe verën e kuqe. Gati edhe me vaj. Edhe gjysmët e qepës, se gjysmët e tjera nuk na pritim. Mami hodhi. Tani do t'i hedhim kripën.
Si shumë jo dhe më na bëre helm. Do t'jedhim pak rigon. Edhe piper të zi. Ja dhe mbëlqit janë gati, do t'i shoqërojmë me domate kopshti, kuptohet, edhe me një gotë verë. Shqipjata sa e bukur. S'ka dhe më si plak. Tani erdhi momenti që të përgatitim kafen pasi hëngrë mëngjezin. Mami e babin e duan në kështu të vogël. Eva po pastron këtu edhe tostierën derisa të bëhet kafja. Neve e pimë në gotë të madhe, që kështu do ta përgatitim. Jo, tani do ta pimë të vogël, pastaj do pimë tjetër të madhe për të vëmë te tezja. Po, se kemi për të vajtë nga tezja sot, që kështu e do ta bëjmë në gotë të voçkël, në filxhan të voçkël. Kemi dhe punë për të pastruar. Eva po lanë enët tani, pasi hëngrë mëngjezin. Pjatë të tjera i le të kati poshtë. Ate janë ato, për katin poshtë. E theve, qa theve? U thyë gota. Syri keq! Mo jetë, a ndalë të mami, tu dhe shkon syrin e keq. Ja, prit. Ati këtu! Mami! Eva do theu një gotë. Jo, një të madhe. Se dheva me pjatën që purinina nga poshtë. Ç'pun kisha të printe pjatën e poshtë me... Jo, gotë radha, mami theu, po e theu. Përdit nga një gotë nga një gotë, thot mami, sa ti këtë të maroj të gjitha. Prishet syri. Po, syri. Mos e ki mund jeti ku punon palere sy mirë, thot mami. Ajme që do të erdhësh kafe. Dalin se da derdhet kafja. Kafe do të bëjmë në sini prindruve. Ujnë kam poshtë moj. Po pse te kafen tonë ku do ta vesh në tenxhere? Po, bolme. Po kjo është shumë sini e voçkë, nuk i nxë. Për një kafe është kjo? Për 2 është. I nxuri. Ne, i mori, po nuk po ujë. Botat me poshtë. I kanë poshtë. Mbaroj pa nguri, po merr tjetër. Sa gajzë mos e derdhë më këtu. Mori. Kështu do ecësh. Po ç'ti bëj do derdhë? Hidhi këmbët. Ja me se do derdhë. Shiko lartë, mos shiko poshtë. Po nuk i shikoj, po. Moj 2 orë, hidhi këmbët. Nashë moj duro se do më derdhë. Një pip do dek një ranjë qikë. Do marri lek. Sot paguajnë, do vinë këtu të na i bien pensionet? Do na i bien këtu pensionet? Do vete. Pensionet e Shqipërisë. Unë do vete ti marr. Ajo që hapim robat duhet të jetë, nuk e di ku Eva. Ndëri tani jo Eva. Do vete të bëj kafe në unë brënda. Të pim edhe neve një kafe, pastaj vazhdoj me punët. Po frinë freski, sa mirë që është, frinë që freski. Djali nuk i hambël qitë. Nuk është rritur me ato shjerë dhe nuk i pëlqejnë, ndaj edhe do t'i përgatit ca krepa për mëngjes, që të haj mëngjesin. Po edhe vezën brënda do t'i hedh qumësht. Qumështi është nga baktit e fshatit, ndaj edhe është qumësht me cipë. T'i ranjë që këto, do t'i hedh mielin brënda. Vanilje nuk e dja ka mami, do shikoj. Do t'ja bëj me çokokrem, se me ashtu i do. Bëj kafe në unë. Ja se do bëj krepa t'jarë. I thoj mami në që se ka vanilje, t'jet një që vanilje. Po, ti e pyet, e shto tha. Nuk bajme. Mos e se nuk u prishpuna tajt me që Në fakt, unë dalë të bëj kafe se të vetë kapi me babin, unë kafe më gjeti. Mo i këteja. T'je edhe një që krip brënda, për zjerjes, i dhe një që sheqer këtu. Për zjerje e krepës. Ashtu, bo. Një luk nuk hedh ti për kafen tonë. Për kafen tonë sheqer një luk. Ashtu tajnë do t'i bëj krepën. Unë edhe Eva po na bën kafe t'neve.
Kafe do na hariti sa të ikim, Do të 1 kile kafe bleva e pit. Se kushta ai tigani krepave. Ai ku ma zuri syri? Në fakt ku ma zuri syri këtu lartë, kam ditë pa e pare. Nuk është këtu. Pyet mami. Ishte të kati poshtë fare tigani. I lartë poshtë lartë poshtë. Këtu të madhin po kërkon. Po këtë çfarë? Ta se ta të jeshilin e vogël. Jo, më ky është për krepa. Shili vogël këtu është edhe ti. Ti jep të çik vaj fare apo gjallë herë tani të vjen. I lyej e pak në kartopecet me vaj. Sa të vona ngjitet krepa. Nëse do ta shoqëroj kafen me gurabie kuqe. Gurabie kuqe. Në me këto kulaçkat. Më pëlqejnë. Mua jo. Më mbledh kafe. Nuk më pëlqen këto pa. Kur i bëj në shtëpi më pëlqejnë. Këto që janë të ndënjëra s'm pëlqejnë. Nuk kanë skaduar. Po më thash janë skaduar apo s'm pëlqejnë. Do ta hedh brenda tani këtë. Në tigan. Pse doli e verdhë veza? Nga që ishte veza. Nga që janë vezë fshati. Se po më ndërë kafe shpejt. Dali 1 sekundë sa të hap. Këtë është dhe tërë kjo tigan. Mori po më preze 2 sekonda, pa jo po derdhet. Dali. Lere. A i gjete këta filxan që po i kërkoje? I gjetë atje ish. Do me qoko krem djali. Bëj atje me njën të qeshtë me shëndet. E po shti bëj, nuk e do. E do dhe biskota brenda. Kështu si keni mësuar. Se ti e ke mësuar më mirë, po bo. Ti më është i math. I kanë të se për kafe. Që dhe nga këto biskota. Gati është të mbusha, të ngopemi. Bravo. Pasaj do pim tjetër. Fase kisha një të hapë. Do vemi të tezja pastaj. Gati, edhe kura bia time këtu nanë. Kthej krepën se më më. E? Të kthej krepën se më më digjet. Së është bërë akoma. Do ta marrë poshtë kafe. E mere, se do t'i përgatit krepën djali dhe do vi poshtë. Dojtë të tapi me babin. Babi në zojtë të flerë. E piuaj sa të vemi. Mirë unë lava e në të ndëra robat kisha punë. Ta kthej nga ana tjetër. Që t'i hedh brenda çoko kremi. Në fakt çoko kremi i shkrirë është i gjithi. Me piruni ja hodha dhe unë. S'ka gjë tani. Sa të bëhet edhe nga ana tjetër. Edhe t'ja jap djalit për mëngjes. Qa të bëjmë njerëz? Fëmijët e sotëm nuk janë rritur me shijet e fshatit që jemi rritur neve, edhe nuk i hanë këto pacet, mëlqitë, neve na mungojnë, këta nuk duan t'i vënë në gojë. Qa t'i bëjmë? T'i edhe një qik biskot brenda. Ashtu. Dhe pak do t'a lë, që të piqet mirë dhe pastaj do t'ja japë. Perfekte doli dhe mua më jëndaha tani, po unë hëngra mëlqi. Është gati, do t'a nxjerr. Shumë e madhe doli. Se është tigani madh. Po, shkojnë qa krepe i bërë, Perfekt, shumë e mirë. Në fshat do ndërohesh 2 herë ditën të paktën, se bën aq vapës, sa punë që bënë, dërsitesh, edhe nuk mund të rish me të njëjtat rroba. Unë plasa edhe ndërrova, vesha një fustan tani dhe tani do fillojmë punë brenda në shtëpi. Tregojmë çik dhoma, të pastrojmë, të fshim të gjitha me radhë. Dhe tani filloj pastrimi i shtëpisë. Eva, çoll tani të ndihmosh mamin. Mos vi unë atje. 500 çarçafë, 500 mos e pyesni. Po kështu duan nga 2 çarçaf nga në të dhe një përmbi të apo. Për si, për të mos gatojnë këto dysheku stroma si kjo. A kësa u loda. Hajde moj, u lodhe ti. Do me lapë. Këtu në të fshiu. Po fshiu, si nuk fshiu. Po lajet i tani edhe. Mos e mori përsipër sa shikon tjera. Edhe ti i bën mirë. Dhe këtu po shrem qarqafët. Pa i qojmë të gjithë dyshekun e erë. Si se mos na duke në florit që kemi në strom. Po të kishim
ndështrojnë qarqaf. Në ndështrojnë të tjerët po të kishi, po i këtu t'ja Lena rehat. Ke të drejtë të keqe motra, mirë thua. Po mirë them unë po. Ku ti them po? Njëra po fshin, tjetra po merr pluhurat. Boll, mos këndo. E va. Maran lekë të shumëta. Dale. 20 lekë. Duam të fshime, si fshime do të hajtë pasu fa jemi. Ja dhe Nina këtu që bën sikur lanë. Pse bëj nuk po laj, ç'po e bëj? E se thot pastaj do thonë në video vetëm ti dhe mami punoni. Po edhe video pun janë. Apo ç'janë? Po ja, po ndihmoj edhe unë. Po ju në video, ti puno. Nuk di ti të bësh video. Nuk di unë jo. Shkoni në vizit këto nga. Fërkohe mirë leckën për dhe. Ashtu e fërkonik. Në më shoti mua. Unë e lumë si tinë, lumë si kush ka dashurinë. Kjo është dhoma numër 3. Nuk bënim dot 1-2 dhoma si njerëzit, duhet të bënim 6-7. Edhe hajde t'i pastrosh tani. Po sa më kjo të pyeshëm sa do bëjmë. Po që pastroju Eva, mire ke. Bravo të ke qenë motra ashtu. Hithe dhe nga një vallë edhe. E më se batalesha. Edhe mami vazhdon akoma me fshirjen, Eva me larjen. Larjen e kam unë, Eva ka pluhurat. Na e nxori shpirtin mami, po më në fund i mbaruam dhomat. Ja, perfekte dolën. Nuk do të tregoj të gjitha tani se janë edhe shumë, po do të tregoj 1-2. Ja. Perfekte dolën të gjitha. Edhe nuk mjafton që pastruam gjithë shtëpinë. Jo, për drek mami, po për gatitë dredhanik. Mirë që zi të hap petë, thoni. Tani, për dredhanikun mami i hodhi miell, ndo 1 kile, 1 çik maja, 1 lugë të vogël me sheqer, 1 lugë të vogël me kripë, 1 çik uthull, edhe pak vaj ulliri. Dhe tani do ta mbryj me ujë, siç mund të shikoni, derisa të krijohet brumi. Po e ndanë në pet mami. Në topa të vegjël do me thënë që ta hapi për pet. Filloj nga petët mami, pasi ndau në topa të vegjël. Tani do na përgatiti byrekun me gjizë. Ja edhe gjiza, mbi petë, vaj edhe gati petë e byrekut e dredhanikut. Ja edhe vaj. Ja e mbledh kështu, let, që të mos e vrasi petën. Dhe vendosim në tepsi. Bashkë me byreku na përgatiti edhe disa speca të skuqur, që janë jami se janë nga kopshi. Hajde, Roshi. Hajde dhe ti që janë nas të mërëm me të këtë të ullet. Ja. 1 pet tu, 1 pet ti, mbaruan. Po pse? Zona pse i bëra dy unë një tjetër, po hajde bëj petët një unë një tjetër. Hajde pa i bëre të dy ti një unë, hajde. Ajo po i fshin dhe ti po mere plurat, nga i bëre 2 ti e një ajo. 2 unë një tjetër, po. Unë u lodha vdiqja. Hajde, reo. Hajde, merr një pet. Pa ti e lodhur je një jetë, po hajde. Hajde, Do lodhë një qikur që u lodhë. pastaj do ulemi të rri. Ullu pastaj kur t'i parosh. Pastaj fillojmë punë të tjera. Punë të bazdites. Të mbasditë se kanë paradites. Bazditë kam ca vizita unë po. Qik dhe e mbaroj byrekun mami, shikoni si e bëri dredhanikun. Dredhaniku është gati si që mund të shikoni për drekë. Vendosëm në furr tani dhe do presim që të piqet. Byreku duhet jetë gati tani.
Gati është. Gati duket. Ha. Sa i mirë. Kjo për vëllon. Perfekt. Shikoni sa i mirë që doli byreku. O zot. Kjo ishte dhe dita tonë sot në fshatë, kështu e kaluam, plot punë, edhe relax. Të kaloni dhe juve një ditë sa më të bukur, shifemi në një nga videot e radhës.